këngë sot lutem se Saralina. Se Saralina. Nuk do vdes kur kjo këngë sot. Kam qenë vjet në verë me një shoqe që iknin për jug 2-3 herë dhe sa herë që shkonim, kjo kënga ishte pa pushim aty në playlistin e makinës, do ndalë nga trut kur. Ti edhe pse ke shoqet e tjera që si jemi ne që jemi ullë në këtë koltuqe, ju prapin e bërë shumë të bukura sot. Ti Megli e bërë shumë e bukur, mendoj që është kjo energjia e verës del deri tani. Dhe ka vjen gjë të bukura, vjen vera, vjen. A nuk e mendoni dhe un kam rilindur si njëri, domethënë po të më shohësh shumë fytyrë, kam një lloj tjetër entuziazmi, kështu një lloj tjetër drite. Edhe pak. Mua më filloi sezoni të dyja. Po pra. Nuk e ke aq shumë sa mendon. E di unë që ti e do, po nuk është akoma aty ku do. Aty ku duhet. Por me një parashikim, spanjollët thon animo. Çfarë më thon? Entuziazmo është edhe pak, po vjen. Kur e kemi ditëlindjen, un kam ditëlindjen. Unë në qershor kam ditëlindjen, 25 qershor. Blerta çon 25. A bën 25? Sa më pushti Blerta? Çfarë the Megli? 25. 25 mush. Të bëm të madhe, Kam 25 vjetore këtë. Super. Okej, ke ndonjë qëllim në jetë? Po kam patur një qëllim në fakt. Qëllimi im ishte që kur tisha 25 vjeç, tisha e virgjër, po se arritë dot. Mos. Se arrita dot. Se kapa dot. Jo. Se kapa dot. Ka që se e kapun për ty. Ju e keni kapni ju? E kapun për ty. Super brava. A mund të kemi një shampanjë për ta festuar sepse virgjëria ti është e virgjër. Po sa moshë 25 e ke atë? Deri 25 e ke? O zemra unë jam 27. E kam kalu 25, po thash kur të bëj 25, paska për të bërë. Ajo është akoma në moshën që dëshiron ta thot. Domethënë kur e pyet thotë, jam 27. Jo, unë mendoj që do ta kur të bëj 30 vjeç do bëj një festë shumë të madhe dhe do ta nxjerr. Ashtu mendoj edhe unë. Nuk bëj 30. E vjen që mund të jem, po 30 vjeç nuk mbush kur. Jo, asilloj. Për te shakave, se besoj që ju nga shtëpia e kuptuat se ku ne donin të dilnim. E keni parë deklaratën e asaj këngëtares e Nisa, që ndjej aq shumë krenare që ishte virgjër dhe 30 vjeç. Blerta ishte edhe krenare që mbushte 30 vjeç. Nuk e ky është problemi i parë, të jesh të mbushësh 30 vjeç dhe të bësh krenar që po mbush 30 vjeç, unë nuk e di. Më mirë ti të krenar se virgjër. Do me thënë se nuk më bënte sens kjo, faleminderit që e nxore në pa. Me thënë drejtën, unë isha shumë fokusuar te flokët. Kishte si të ndodhte ndryshe. Unë që nëse mua do më thoni do kesh ato flokë në 30 vjeç, do të shkosh do sakrifikoj virgjërinë për ato flokë Megli. A do sakrifikoja virgjërinë, kjo duket sikur e kundërta. Duket sikur do ta hiqja virgjërinë për ato flokë. Vlen në të dy. Për te shakave, shumë e trisht që në 2026 virgjëria serviret si vlerë e shtuar, sidomos nga gocat. Një pjatë të argjend. Është si një standard që a thua se çfarë ke arritur, që ti ke një punë të mirë, që ke një familje që të mbështet, a nuk do të kishe këto edhe nëse do kishe bërë seks, domethënë cili është problemi këtu se nuk e kuptoj. Problemi nuk qëndron nëse ti je apo jo e virgjër, sepse ajo është puna jote, it's your business, unë aprish punë fare. Puna është pse do ta trajtosh të gjën si mburrje, sikur ti ke fituar gjëra nga fakti që je e virgjër. Edhe nuk e di. Domethënë, jo, problemi në atë deklaratë ishte fakti që e kishte servirur si arritje faktin që ka një familje që e mbështet, ka arritur një punë të mirë, po bën një album. Mund të arritë me vërtet. Pra, kishte arritur sukseset e saj që i ka objektiva dhe është e virgjër. Dhe pyetja që më lindi mua është nëse ajo nuk do ishte e virgjër, këto nuk do i kishte patur, pra do kishte qenë problem. Unë nuk e di. Paturit marrëdhënie seksuale? Unë e kam parë atë, më ka dalë goxha herë dhe thjesht mendoj që ajo aq klikime sa i mori vetëm për faktin që ishte e virgjër nuk i ka marrë kurrë në TikTok. Edhe se unë nuk mendoj se ngjalli reagim. Po, edhe ai komenti, po ju kur shkoni me shumë meshkuj i postoni në këtë aplikacion, se ka goca që thonë dola në date bëra këtë dhe TikToku trajtohet si një mini podcast në shtëpi që ti bën video. Tani ajo nuk është çështja që ato nuk thonë me krenari, unë bëra 4 date në ditë për shkak dhe dështoj. Gocat për momentin janë duke u ankuar që nuk ka meshkuj dhe e shfaqin këtë, pra flasin me njëra tjetrën se eksperiencë. Fakti që ti del me një çun është normale, nuk është,
Është super gjë normale, nuk është ndonjë gjë që duhet të mburrësh apo mos të mburrësh për të. Ndoshta është okay që ti mund të ishe virgjë për faktin që ti e ngre aq lart, domethënë sikur Është si vlerë, pra si vlerë të shtuar tënden. nuk ka lidhje fare sepse edhe të thush që ajo është negocië që është rrit në Shqipëri edhe për shembull Ky është problemi, ky është akoma më i Ajo- madh Kjo është problem. më problem, sa unë mendoj që fakti që ai ka përmendur këtë gjë, përveç se in a funny way që ai kishte thënë komente, ishte për faktin që do merrte shumë komplimente nga shqipot, e kupton? Nga fakti dhe- që dhe e shohi si arritje. Dhe patjetër që kishte shumë komente suportuese nga shqiptarët tanë të dashur të TikTokut që avetaren nuk e kanë lexuar, nuk e kanë çuar deri në fund, se me këtë Absolutisht kapen jo. pak se me dhe mënyra se si shkruajnë, po ky është një tjetër muhabet që e duar Jam shumë trokisnin. krenare për ti që nuk i ke hyrë ti kthes përgjigje dhe të komente. Nuk e ke iden se sa shumë Aria, se mundova. What are you doing here? Lexoj komentet tona, acarohemi në ai koment aq shumë dhe shumë që ka dhe një reply dhe jam shumë e revoltuar në ato momente. Shoh Bleta që 25. Po ti shif atë. Sabitare. Nëse jeni të interesuar mund të gjeni janë kudo. Mirë, përpos kësaj, komentoi edhe Dea Michel. Dhe I tha vajzës, Respekte për Dea Michel. Respekte se jemi shumë pro mendimit të saj, por në deklaratën që kishte dhënë, mediat e kishin prej vetëm një pjesë të deklaratës që ajo thoshte që vajza ka nevojë për të konsultohet me një psikolog, sepse të jesh 30 vjeç, të jesh e virgjër, ndoshta është një problem që ka nevojë për psikolog. Dhe këtu sheh se sa shoqëri me dy standarde kemi ne në Shqipëri, sepse kur nxorri në fillim e nisa këtë deklaratën që jam 30 vjeç dhe e virgjër, komentet e shqipëve ishin veç atyre që lavdëronin, ishin po e virgjër në vesh. Ndërsa kur nxori Dea faktin që shikon se ajo do të shkojë psikolog, i than Deas, flet kurva për të ndershmen. Shqiptarët, këto shenjë mistike. Unë mendoj që në 2026-ën shqiptarët duhet të kenë një lëndë, nuk e di ku mund të servirë, ndoshta në punë dikush të shkojë dhe t'ju mësojë edukatën seksuale, sepse të jetë seksi akoma tabu shkollë, e tillë. në shkollë. Në 2026-ën është turp dhe është një tregues shumë i madh ignorance dhe realisht duhet hapni mendjen. Ne jemi tre këtu dhe vazhdojmë dhe flasim për tema dhe juve ju duket tabu që tre goca të reja kanë zë dhe fillojnë dhe flasin dhe imagjinoni ignorancën që tregohet në komente në të tilla raste. Dhe fakti që e shohin akoma virgjërinë si diçka të shenjtë. Shëndet, fjalë e vërtet. Fjalë e vërtet, miq. Më fal, po komentin e motrës Sindit rëfute. Fjalia e dytë e Sindit në ato emisioni ishte unë jam Sindi, jam e virgjër. Po ti kush je? Nga vjen? Edhe di kush është e bukura se kjo më vdes mua fare më shkallon. Sindi ishte vajza që e promovoi faktin e të qenë e virgjër dhe po të hapësh Instagramin e Sindit dhe të shikosh videot e Sindit, është shumë larg asaj vajzës që ka mundësi të jetë e virgjër. Nuk është kjo problemi. Problemi që Jo, problemi që që tani e ka humba jo. Jo ka një problem. Ka kalu kohë. Nuk e dim atë. Nuk kemi punë me edhe personale të Sindit apo të kujdo. Kemi punë sepse ti të dalësh dhe flasësh për është jeta personale, është Instagram publik, është ti për aq kohë sa e bën diçka publike, je pa thjesht çdo njeriu që të komentojë. Se ti nëse një në tre fjalë thuaj jam e virgjën në emision në Instagram kur ftohesh, atëherë ti le hapësirë që dikush mund të komentojë këtë fakt, se ti po e nxjerr në një fakti që ti je virgjër dhe ka goca që nuk janë të virgjëra, nuk të bën ty më të mirë apo më të keqe apo çdo gjë tjetër, dhe nuk e di se ku i gjejnë ca këtë mundësinë për të sulmuar vajzat e tjera që nuk janë, sikur ça kanë mangët. Dhe thonë që i than Deas që kush e di sa ke kaluar ti apo i merr me radhë. Armiku më i madh i një vajze është një vajzë tjetër gjithmonë dhe kjo nuk do jetë nuk do hedhim kur poshtë këtë si shprehje. E vërtet është kjo. Domethënë, të dalësh dhe të flasësh të kundërpërgjigje dhe nisat njëjtën kundërpërgjigje ka bërë në komente. Pra, e kthejnë në një anë shumë të shëmtuar për të vetë mbrojtur. Është mekanizëm mbrojtës. Domethënë, nxjerrin si antivlerë atë personin që ka bën jetë të kundërtën në gjë se bëjnë këto. Një vajzë mund të jetë e virgjër dhe të jetë një gocë mrekullueshme dhe mund të ketë patur shumë partner seksual dhe njëkohësisht mund të jetë një vajzë mrekullueshme dhe ty nuk të definon virgjëria në 2026. Një njeri e bën një njeri të mirë,
karakteri, vlerat që ka, inteligjenca etj, po jo virgjëria njerëz hapni mendjen se është ignorancë e madhe, nuk e di domethënë. E çfarë vëm përshtypje se unë për shembull ne kishim temën e sekreteve të çunave sot dhe hodha në TikTok për të zbuluar më shumë sekrete nga çunat një video. Dhe komentet ishin, nuk i nxjerrim sekretet e çunave, edhe janë aq bashkë me njëri tjetrin, sa që kur bëhet fjalë për të sulmuar një mashkull, të gjithë komentet që e mbrojnë atë mashkull kudo. Se kur bëhet fjalë për një deklaratë një femre, do i turren, do e shajnë, diku do rivjen prap femrat bashkë. Kjo s'ka për të ndryshuar, domethënë do doj një kohë shumë të gjatë për të ndryshuar, po për ta kthyer pak pllakën. Un kam qeshur me lot me sekretet e çunave. Nuk e di Ja, jeni sekreti fantastik. është të thjeshta, por ndërkohë Si meshkujt. Ore, si ka mundësi që jeni qenie kaq të thjeshta, mor burr? Domethënë pavarësisht se ju shajnë, pavarësisht se jeni derra, po jeni shumë qenie të thjeshta, më vlla. Janë shumë, Megli, ai lexove. Mua më pëlqen shumë, mua më pëlqen të shumë. pëlqejnë shumë çfarë? Të pëlqejnë shumë çfarë, Më Megli? pëlqen çfarë? Më pëlqen çfarë, më pëlqen çfarë, më pëlqen çfarë. Unë jam për barazi gjinore meshkujt. Derra. Pam sot një Se a bëve që A mund ta po vendos? të bashkangjisim. Jo, mua më pëlqejnë meshkujt në thjeshtësinë e tyre. Janë okay. aksesorë shumë të mirë. E vërtet, aksesor janë. Po është ajo pra bros before host, nëse e merr një çun telefon dhe i thu, a ka qenë dashuri me ty mbrëm, ai do thotë po. Pa, ua, nuk ka thënë një çun, jo, nuk thot. Janë shumë Nuk e thot. Janë shumë të lezetshëm. A do fillojmë të lexojmë ca sekrete? Po do i lexojmë. Ha, tani sun e para Ha, se nisa. më pëlqen, domethënë, si çfarë thot Fabio. Mendoj vërtet thotë që dashura ime është në shëndosh, por nuk ja the. Po, kjo është ai Po si ja momenti. thoni dashurës? Si Po ja janë thu, shëndosh? e shef mirë kështu. E shef mirë. E shef mirë mundohesh që të bësh si shumë i investuar, thu, rrushi im sa je mush, po ka lezet se ke çaka, po je mush, je rrumullakos mirë. Po ja thot në këtë mënyrë se e di që po t'ja thot ndryshe do plas një luftë e madhe. Vallai varet si e zgjut dhe kështu plas. Jo, a ja mush, ke çaka, ka të tom. Jo, në këtë moment thuhet, ke çakap, se para se të mushësh as kishe çakapje. S'kishe çakapje. Kler. Jo, po shpipa mu pëlqej dashu. Unë atë momentin nuk doja mendoja kaq thellë, do doja më mirë mos kishte çakapse se gjithmonë e mbushur kam qenë. I don't know what you mean. Do thë që e mbushur akoma më shumë, këtu fillon problemi, që filloi lufta xhesi, sa të Fillon lufta, fillon Sa të thjeshtë lufta. kemi ne për të hapur luftë. Shiko, ato janë shumë të thjeshtë dhe ne kemi shumë të thjeshtë të zgjimi me ata, nuk ka asnjë gjë. Mund të dalim me çunat çdo ditë dhe kur ajo më pyet kur kthehem në shtëpi, ç'a folët, nuk gënjej kur i them që s'kemi folur asgjë më rëndësi. Shka që relatable për mua kjo pyetja, për zotin e madh. Po çfarë flasin? Jo, Çfarë flasin gjithkohës? asgjë makinat, Ua. makinat, po hiç futbolli. Si ke pa kur janë dy çuna në tavolinë, Hë? edhe janë të dy duke luajtur në lojën telefon. Pinë cigare. Po ai luajnë. më, kjo makina do të marr ai, pra. Sa çuditshme është. Po kur është Kur hym ne zemra tha, është nda filani me filanen. Ua, ato kishin 5 vjet. Po. Si ndodhi? Si u ndan? Se pyeta më thjesht më thash jam ndaj, thash a mirë, kalum. Ky është moment Okej, shumë i urryeshëm. Do detaje. mirë Do detaje. detaje. Kush la kë? A e kapi me tjetër? A e kapi në Nëse gocat gjë? dhe kishin të muhabet, do ishin një javë në kafe tema kryesore e muhabetit, diskutimit. Do e dinin se për kë e las, se çysh e las, si çai tha fjalën e parë, Ta bëjnë- fjalën e fundit gjithën. Ta bëjnë edhe të bezdisshëm se thon, po mirë më shpër ç'a duhet ty puna tyre? Po 2000 ç'a duhet ty? Si tyre? Ua, Ndërkohë- 2000 duhet ty. Ndërkohë nëse do vinte i dashur im dhe më thonte mu, po si nuk e di si u nda filanin? Po t'intereson që është nda, E do? E do për vete? Lumtur që çe ka nda. Po të pëlqen. Çanda. Ne pyesim ku do ham dhe ti thua nuk e di, ne vërtet presim të thuash një vend se mua s'më intereson fare ku do ham. Si t'intereson të ku do ham, ore? Imagjino, mos intereson partneri tim ku do ai buka mua. Kjo Po, është një buk arsye tjetë. legjendare për sherr, Megli. Buk tjetë do ai. Jo, kjo është sepse ti thua mbrapsht pastaj po si mër njeri, gjithmonë un jam ajo që do planifikoj dhe për herë në një marrëdhënie pas fjalës gjithmonë ka sherr. Po, nuk e kuptoj si nuk ka një mendim. Nuk e ka një mendim se ku për shembull një sugjerim, Jo, një sepse ata ide, presin që një ide miq, Si sot njëri në 7 do ikim filan vend se sot më hahet filan gjë që dhe ti e ke qef. bëu gati. Kaq e thjesht. Edhe ne thjeshta jemi më, po kot na dal nami. Kjo është e bukur. Jo, kjo është e bukur shumë sepse ma kanë thënë këtë gjë në makinë dhe kam qeshur shumë.
Kur do e kuptoj kjo imja, që kur po më pyet për çfarë po mendon, nuk po mendoj asgjë. Pse vjen gjithmonë sherr pas kësaj fjalisë? Po sepse Si nuk po mendon asgjë, nuk ti ka ndryshime e shanse. vogël. Nuk ka shanse që ti jesh fiksuar diku, të jemi duke mos folur fare në makinë, dhe unë të pyes për çfarë po mendon dhe ti të thuash asgjë. Po si asgjë? Si asgjë? Si kot rinajër Mua bosh. pëlqen që ne e kemi gjithmonë fjalime, nuk ka shanse. Asaj Nuk ka them shanse. E unë. di ti ç'a di ti apo e di unë ç'a di ti? Si thon kësaj? Është një moment që vini përqafuar dhe ti do ta pyesësh, mua më ka ndodhur, unë e pyes sa po mendon dhe pres më thotë që po mendoj se sa e mirë je, sa shumë të dua. Sa i lumtur jam këto Sa i lumtur momente. jam këto momente me ty. Jo! Edhe ai thotë asgjë. Asgjë është mirë, hiç. Hiç gjë. Hiç. Do të thënë, unë e marr nga vetja ime. Nuk është se ka një moment që nuk mendoj asgjë. Mund t'jemi duke folur Ti, për çdo pastaj. gjëje, po e kam një gjë në kokë që po e mendoj. Rrotullohet mendja rreth diçkaje. Ti më thua që nuk mendon asgjë, nuk të besoj. Nuk si besoj mund të do rritë Imja ka qenë situatë interesante. Mos mendo asgjë, thashëm, po ti kur nuk mendon asgjë, a mendon për të mos menduar? Do të thonë, ç'a mendon që s'po mendon? Dhe më kthyer një portret shumë konfuz. Hë? Jo, s'menoj asgjë, do me thënë. Dhe isha, nuk ka sens. Çfarë mendon kur nuk mendon? Kush duke, Prit në pak çfarë tani. planeti shkojnë? Do ta shkojnë te dhoma i ideve. Ku është doma ideve? Kanë Që dhomë idesh? disociohesh edhe thjesht ke Nuk kanë as ide, nuk kanë as ide, është nuk është Kush dhomë e tha? bosh. Nuk kanë as dhomë janë me qera. E ti di që Po. çunat e kanë trurin të ndarë në Unë dhoma. Unë e kam klikuar këtë gjë për të pyetur edhe chatin edhe nuk e di, po bëja kërkime që është e vërtet që njeriu mund të mos mendoj asgjë. Çfarë i tha meshkujt po. Dhe shumë çuna thonë për komente që çunat i kanë gjërat e ndarë në dhoma në tru. Dhe është një kuti, Kanë është një dosje, dhomë. dosje. Është një janë dhomë të e dosje. asgjës, është kutia e asgjës. Ata nuk mendojnë asgjë kur janë aty. Po Dhe kutit nuk e e tjera din- çka kanë? Kutia tjetër ka PlayStation, kutia tjetër ka Calceto, Calceto. kutia tjetër ka Mami. Milan Inter Juventus. Mami, kutia e mami. Ka dhe kutia e mami, Ka po. mamin patjetër që është kutia e vetme që dhe kur jetë dhoma nothing, kur të ndizë telefoni që është mami, i hyn direkt ajo kutia. Biri mami Po tia sa mirë që kanë të trurin të rregulluar në kutia se shtiti doja. majnë. Tjetra Megli. Dhe kjo është shumë interesante, po këto e dim ne, nuk e di pse kanë shkuar. Në 88% të rasteve kur jemi në telefon dhe themi po, nuk ngjojmë gjysmat e gjërave. O çuna, me gjithë respektin, ky nuk është sekret, kështu e bëj dhe unë. Po ka njerëz, unë për shembull jam njëri multitasking, kur jam duke shkruar, e gjë që po thua ti të kthe përgjigje ty, kthe përgjigje në WhatsApp. Njësoj? Për shpo. A nuk qëllon shumë në rasti që i kthem përgjigje WhatsAppit atij që do t'i thosh atij që ke përballë, atij përballë i kthem përgjigje te Jo, WhatsAppit. më ka qenë vetëm një herë që mesazhet diku që po zihesh, ja çova po aty që po zihesh forward do të çosh shoqes, po varet si jam emocionalisht. Edhe i fshiva të gjitha dhe ai më tha, po s'ka gjë, unë dua ta di se ç'a mendon. Ishte mendimet e tua. Shko në kutia jote asgjë. Nëse një gocë na thot bëj çfarë do duash, e dim që nuk duhet të bëjmë çfarë duam, por nuk dim se çfarë duhet të bëjmë. Absolutisht. Nëse një gocë të thot dil knaqu, Ti e di shumë mirë që nuk duhet të dalësh të kënaqesh. Po ç'a duhet bëj pra thot ai shkret? Ç'a duhet bëj në këtë rast? të thot ndrova mendje, di çfarë s'po m'dilet me çunat, thot të iki në klub të pi deri në 5 të mëngjesit, po më Të rrihet me harbohem. ty. Kuptova që nuk dua të dal me ato, dua të rri me ty, do vi të shohim film, do vi të ham dark. Ka lezet. Po a e do vërtet këtë gjë? Ja A, mund të be, kutia sa do natin thoja. tani. O Brita, ndroj pak se i ka shumë thellë. Dgjojeni pak tani se kjo tregon, kjo është qenia e tyre, gjithë qenia e tyre në një fjali. Ka njerë. Mund të shohim të njëjtin gol në YouTube 15 herë dhe të emocionohemi 15 herë njësoj. E vërtet e bëjnë këtë. E bëjnë. Po, Sa po mirë. kur ti thua për shembull si dukem sot, nuk e kam me të njëjtin emocion çdo ditë nëse unë ja bëj këtë pyetje çdo ditë për shembull. Atje, po e bësh çdo ditë, o s'dej më ke pyet 100 herë, mos më pyet më. Sa mirë që i ruan shumë mirë një je. emocionet Dhe për këtë futbollin. gjë- Këtë gjë që je shumë mirë, ta thotë që po je makinës nuk po të çe fare. Right? Kështu e bër. Kam mbajtur 4 vite një model flokësh, vetëm se goca që pëlqeja më tha se më shkonin. Oh, imagjino sa modeli mund këtë qenë. Imagjino. Me shumë, do të thënë do shpresoja shumë. Ballabox. Mos ishte bisht. Megli. Ballabox. Ka shumë çuna kanë shkruar që komplimentet e gocave kanë shumë qejf dhe i mbajnë mend gjithmonë, po më fal. Imagjino që ai të ketë pasur flokët kështu.
Kur ajo goca ka thënë që të shkojnë. Dhe ka mbajtur Ka kështu për dash të vite. shkatroj jetën. Ka Pa. dash që pas asaj nate ai mos flemë me asnjë femër tjetër. Shiko se ky po ta shohësh në vitet 90 këtë merr mqaf ky. Çfarë viti jemi, më fal se mos jam unë gabim? Ne jemi në 2026. Kjo duket si në 9 vjeçare kur të prende mami flokët se mos kishte zënë morra. Donte të shkurtonte se i vinte zor, e çupa ime nuk ka morra dhe friza. Këtej donte të të bënden ai bish që të ngjaje si femër. Do Këtu thoja, si babi Miley Cyrus e Hannah Montana. Ai ka pas ashtu, po ai është miliarder ti si. do thoja që mua ndoshta kjo mund të ishte modeli që mami im mund kishte bërë mua në vjeçar, po mami im thjesht më qefe shkurt fare si çu. Unë kam një foto me flok bish. Kështu? Edhe do të nxjerr këtu. Është në skutat e errta të arkivave. Të ma nxjerrë, do ta shohim. E dini një goca që unë kam qenë klasë 9, kam pasur qef, po them publikisht tani, ai e ka ditur gjithmonë, unë kam qenë në 9-ta A, ka qenë në 9-ta E, dhe i kishte flokët kështu. U emocionova. Nuk është ai shpresoj. Jo. Ky gjan si ai Flori që ka kënduar ngjyra ai. Po që shumë. Ai është pikë. Ai është Duket nga mustaqet. Jo. është ai thjesht modeli flokëve. Sa bjonde jam shkatron veten. Kanë qenë një periudhë kohe që çuat i mbani flokët gjithë nga njëra anë. Edhe ti më pëlqen ta kohë. A nuk e ka mbajtur të Justin Bieberi kështu një kohë apo jo? Po. Pak a shumë, se nuk e bën tek të... Gocë të gjatë nga njëra anë. Po luante futboll. Luante futboll. Ja. Si ka pëlqyer një çuni imo në 9 vjeçare e 9-ta E u bë thirrje. Sekreti që ka thënë një çun është që nëse të pyes a je mirë dhe ti më thua jam mirë, nuk të pyes më sepse ti je mirë. Jam shumë mirë. Po jo, sepse kur ne të themi herën e parë jam mirë dhe ti e shikon që ke një vrentje dhe këto kodrat këtu janë ngritur, duhet të pyesësh minimumi 5 herë të tjera që ne të japim përgjigje. Po pra Blerta po jo, është akoma më bukur. Shumë mirë jam. Shumë mirë jam. Jo, pse çka ka? Ai është momenti kështu. Mirë jam, pse çka ka? Kjo. Ai njeh këtë fytyrë. Megli e ka parë te unë shumë shpesh. Mirë jam, se çka ka. Edhe vetë është ka vajzë Në këtu. atë momente ti duhet ta dish çka ka, se nëse nuk e di do ketë akoma më shumë nga ajo që kishte. Për të pasur. Sa kish ndize debati pas kësaj fjalie, sepse ti përveç se po i natosësh akoma dhe më shumë që ai nuk po e kupton që ti ke diçka. Jo, inatosja, fakti që inatosësh herën e parë është që ai se kupton që ti ke diçka. Inatosësh herën e dytë sepse s'po pyet prap. S'po pyet prap se si je. Se nuk mjafton një herë. Të pyesësh 10 herë se si jam unë, 10 herë do të them mirë. Edhe prapë do ta kuptosh vetë sepse nuk jam mirë. Po pastaj që nga herë nga ky sherrri fillon zihesh me atë dhe nxefet ai, mërzit ai. E nisë ti si guxon. përfundon mërzit. Ku i që konfidenca ti? Si guxon. Mërzit. Si guxon. Nuk e di se si mund të jetë kjo sekret. Ha? Dhe ku janë këta? Do thoshte Megli se ja parashikoi përgjigjen. Kjo nuk e dim se si mund të jetë sekret. Ky është mit. Ky është mitologji greke, legjenda urbane. Pas seksit thon, duam prap seks. Duam prap seks. Meshkujt të etur. Në qafsh. Jo, Ato që kanë bërë kutreshe. me mundsinë. Qafsh Ndryshon. Qafsh xhesa. Po, edhe unë dua të ikë në Paris, kjo do të thotë që do nisem në Paris. Qafsh Ato xhesa. që kanë, nëse ajo më pyet a i kanë flokët mirë, do i them që i ka mirë. Mirë i ka dhe nëse ka dreta, dhe nëse ka kaçurela, dhe nëse sa është zgjuar nga gjumi. Mjafton të ketë si imazh i vajzës që vizatohen në klasë të parë. Imazhi i vajzës se vizatonim ne në klasë të parë. Domethënë imagjino ti dalësh një çuni me këtë lloj imazhi dhe do të thotë prap, po mirë më dukesh mua, se çka keti. Po i kam prer pak majat. S'dukesh. Kështu e vizatoje ti gjithë? Unë i kam flokët kështu. Dhe ti më thua që unë i kam flokët mirë, të vritesh. Ta vritesh? Të vritesh. Thënë, I e pas një ca herë kështu. Por unë nuk të kam thënë kur që i ke mirë. Të kam thënë pse i ke flokët kështu. Se unë të dua përjetësisht. Shumë faleminderit. Shko fol me ato shërit e tjera. Sekreti që na kanë thënë shumë çuna të tjerë ka qenë që nuk do e kuptoj kurrë, që nuk kam një arsye pse vë dorën aty para. Është thjesht gjë çunash. E di unë. Ke vënë në herë kur je shumë e stresuar.
Krun kokën. Jo, kur je shumë e stresuar, për shembull, dhe ke shumë stres e mendon shumë si femër, prek kokën se ti aty ke trut, aty të shkon çdo gjë, të rëndon, thua zot se Koka. Ata aty e kanë, edhe ai, zënë se po kap kokën, kap. Okej. E vë dorën dy para, Se bëri kaq shumë sens kjo gjë. Bëhet shumë sens, më dhe shumë Super sens. bravo Megli. Sa më afër ti kemi shokët, aq më keq do ju flasim. Një herë një shoku im bëri aksident dhe përfundoi në spital. Është gjallë, shqyr zoti, thot. Dhe sa e mora në telefon i thash: "Hamër, as makinës di me i dhon, u zura 2 orë me dashurën se ajo ishte aty sepse i fola atij ashtu." Më thënë, ai mund të ishte në prag vdekjes dhe ti thua hamër Zdia për makinës. Më bën sens, se kështu më flet dhe mu mami kur jam smur. Tregon fëmijë, pse u smure me temperaturë ti ndërkohë 39. se rrim në telefon dorë tër ditën. Ve sa ka. Për shaka, okej. Nuk është edhe çka. Nuk flasin për gocat me çunat. O, si As ky, flasin. jo, pse nuk O, flasin. si flasin. Nuk O, flasin. si flasin, si më të mirë, po Jo, ka të nuk mendoj që bëjt. flasin. Unë mendoj që çunat mblidhen dhe flasin. Për kë goca, se nëse ka të dashur nuk flasin me çunat e tjerë, për dashurat e tyre dhe për gjërat që mund të kenë me dashurat, Si flasin me ankohen, gocat. si viktima ankohen. Jo, Ma jo. bëri kështu e po uzdon për këtë? Jo, Wow, nuk kam mendoj që dëgjuar po. asnjë Mendoj çun. që Mendoj që po. Unë mendoj që nuk flasin për të dashurat, për t'u anku, se i vjen zor edhe i ulet ego edhe ai di problemet. Po që flasin kur janë që njihen me goca, kështu që janë gore Nëse janë flasin. flasin, njohje po, jo për të dashurat, se i ruajnë shumë të Po dashurat. ku njëri i bëhet të dashur më vonë apo Po e kanë ngrënë, e hanë, E hanë, pas ashtu e hanë, okej. E hanë, dhe duhet distancohen dhe nuk i flasin më atij Atij shokut. shokut që ka bërë Po, keq. dhe e ha e dashura. Ajo e ka marrë atë, e ka bo zap. Ai ndërkohë s'ka më fytyrë si dal përpara, masi ka. Ka lapur gjithkohës, e Po edhe vërtet. nëse nuk flasin me goca, do të thënë nuk flasin për gocat me çunat, flasin për gocat me goca të tjera, se kemi shok gore sa dush. E dini që sekreti i shumë çunave ka qenë që bëjmë sikur s'kemi asnjë problem, ndërkohë që nuk na zëngjumi gjithë natën dhe mbarojmë 2 paketa cigare duke qarë hallt me veten se nuk ka themi njeriu hallet tona. E di pse nuk e besoj unë këtë, sepse Asun. unë nuk mendoj që ju keni halle. Do mendoj që Jo, meshkut ndoshta kanë. kanë, ndoshta kanë, po nuk tregojnë. Mua pëlqejnë shumë meshkull kur janë smur. Kur janë smur janë fantastik. Ti je me 39 dhe po i bën sup një mashkull me 37 e gjys, i cili po vdes. Ti ndërkohë po djersit nga ilaçi në mezirin këmbë, por ai e ka 37 e gjys. E vjen shumë konfuz dhe thotë se do ikim punën nesër, po vdes, më i po jap shpirt me Si ka atë. mundësi që janë kaq situata relatable për të mos thënë të gjithë për shumicën e meshkujve. Kjo që ti sapo përshkrove. Unë kam folur me një çun që Ti flet me kur çuna? kishte një problem, rrall këto kohë mish rrall. Sa që kishte një problem, thoshte nuk ta them dot, nuk thjesht nuk është se s'ma thosh se s'donte, të ma tregonte. Thjesht mendonte Nuk i që mos pëlqen që të duket mos të vinte takohen. barrat e kundë, mos të duket si njeri i dobët ose duke thënë që ky problem ka mërzitur ose ndonjë gjë me shkujt. Ke qenë një mistike. Unë këtë tjetër nuk e besoj dot, se thot kur ka një problem makina ose bën ndonjë zhurmë dhe jam me atë, bëj kot sikur hap kofanën e makinës, se s'marr vesh asnjë gjë, i them ka problem motorri dhe që do të çoj nesër për kontroll. Ua, pse? A nuk lejoj që çunat mos din mirët e makinës? Jo, Jesse, se nëse një çun nuk di pjesët e makinës, ka Është shumë jo e mundësi që të jetë një madhe. gay. Jo, është një jo e madhe Blerta. Okej, është një jo e madhe. Po mirë, ndoshta të shumë ditja me makinës tamam siç duhet. Ka plot unë isha për ditë. Ka çunë që s'din t'japi makinës. Po, dhe me cilë ti nuk Mund do të ketë çuna që nuk din mjetet. ti nuk do dilje kur me një çun që për shembull nuk e di Ba tjetër nuk do dilja, tjetër do makinës. shaja. Nga Unë timoni, mendoj që timon. ai me të veten në mendjen e tij kur e hap, kur shkon që ta hapi atë, i duket vetes me një sken filmi me slow motion, ai e Kanatiere të bar. nxjerrat e shamin, Benzinse. fshin atë grason. Ka Ua. problem motori. Po çfarë problemi ka? Nuk e di me thënë drejtën, do të më çu. Të mekaniku nesër. Mekaniku. Ose i thotë ai emër kështu për shembull amortizatori ose në një gjë çan. Ndërkohë- Kandeletat, aty. Kandeleta, ndërkohë Kur radio. kandeletat, a ekziston kjo fjala kandeleta? Po ekziston se më pëlqen Unë di mua. amortizatorët. Bravo. Amortizatorët. Amortizatorët. Se e thoja armor, po amortizator. Okej. Yes. Jep për të hapur një kavanoz ose për të rregulluar një derë dhe e sheh që s'po e bëj dot, mos më thuaj lëre se do të vinë ai gjë kokës. Meshkujt dhe egoja e tyre e voskël. E brisht, e voskël, e voskël.
Tani Kavanozi, unë e kuptoj, Kavanozi është një moment shumë kritik në jetë. Është Unë një vërtet. herë duke hap Kavanozin, kam qarë, se nuk hapja Është dot. shumë e vërtet. Isha shumë e ngarkuar emocionalisht atë periudhë. Po, isha ndar, Kavanozi s'hape. Asgjë, domethënë asgjë në favorin Se tim. ti atë hapjen e Kavanozit e lidh me ekzistencën i çuni, domethënë Jo, me të drejtë, thjesht ma acaronte aq shumë. Po si jo që se- ai, domethënë çdo gjë që kishte ndodhur, dhe fakti që Kavanozi turshive nuk hape dhe doj aq shumë të haja një turshi në atë moment. Po se po mu, vdes për unë nuk është të bashketoja që të më hapte ai Kavanozin. Po mirë, mama, e zëm se po të kisha një çun, unë tani do ta hapte ai. Jo, nuk Jo, shkon te kështu kjo. që unë shkova në dyqan dhe bleva një nga ato hapës të Kavanozit, kështu që s'kam Mund ta nevojë kisha për hapur hapsin thjesht në bashkë. majën e Kavanozi? fikës. Po me hapsin e thikës po merr ajër, kështu që ajo hapsja pap e hap. Ka hapse Kavanoz. Normal, se jam një femër e pavarur, me mjetë rrethanore, teknologjia ka preparuar. Dia këtë. Do e bëj dhurat të dijave nga një. S'ke do. Një hapse Ti u ke thosë e lidhur. O vazhdojmë Ta- Vazhdo më shikon mua. Ku është ka? Hapse Kavanozi. Hapse Kavanozi. Më fal, se po më bëni të ndihem Sikur ke një hapse sikur ka një Kavanozi. problem. Jo, je mirë, ke një hapse Kavanozi. A vazhdojmë të flasim për hapse Kavanoz? Nuk mendoj. Okej. Shumë çuna kanë thënë që ka një sekret që nuk e thon. Goca duken si budallaçi kur duan të na bien në syne. Nëse do na pëlqeni, do ju kishim kacmuar, mos u pusnin në mes me lon skena. Kush e ka shkruajt këtë sekretin, të vi, t'i japim dorën edhe një gotë birr ose çatushti. Qëndron. Bravo. Sepse goca, nëse një çun nuk ju pëlqen, mos mundoni t'i bini në sy kot, të shkoni vetë nga mbrapa. Po t'ju pëlqen, ju kishte kacmuar me kohë. Edhe po, i martuar po t'ishte. E kupton që çfarë do të thotë Me se mund të ishte pak kështu e çuditshme që e thash, por në TikTok më kishin thënë që sekreti im është që jam i martuar dhe kam kalamaj. I pyeta për sekretet të buta dhe ky është sekreti i butë. Mësua nga kjo sekreti që herën nga episodi i fundit, instruktori im i palestrës tha që kam qeshur shumë me atë videon, tha ta asaj gocës ishte ulur në gjumë sepse më kujtuar rasti im që një gocë nuk më shkule nga makina. Dhe unë i thoja të lutem ik sepse nuk dua të flasim më dhe ajo thoshte jo. Ikos të shtypa. Jo, nuk zbriste nga makina. Goca edhe çunat e kanë thënë vetë, ju lutem kur nuk ju duan, nuk ju pëlqejnë, nuk ju Obleta. pëlqejnë. Sa mirë se unë për Unë nuk kam ndryshe lidhur kur me një instruktor palestre, por nëse ai thotë mua do ikim ose ik edhe unë nuk kam mbaruar akoma debatin, nuk iki nga makina. Do mbaroj debatin. Po se nuk ka këtu nuk ka rëndësi nëse është instruktor palestre ose Po e të mirë, se do të shkrijot. Sa ndryshe mund nga gjesi, unë 1 në 3 fjalë e kisha kërcënim që do dal nga makina dhe kam dalë dhe nga makina, nuk rriu në vlla. Është ai momenti që makina është duke, ai është duke të makinës të do dal. Është ai, Jo, nëse jo, provoni të nëse nuk duket rrugë që ka premisa. Dhe nëse edhe provoj testojeni pak, duket që mund të kthehet dhe nuk të lën aty. Djerta këtë sekretin e fundit e ka personal. E ka personal dhe E kam ka gjithë personal. Nuk luajm PlayStation se jemi kalamaj, thjesht në fund të ditës duhet fitojmë diku. I hate it! Kur ju luani PlayStation, e urrej sepse ju bën të dukeni si fëmijë. Unë mendoj që ata po përgatiten po stërviten për luftë. Për stërviten për luftë, kemi pyetur të gjithë çunat e vilës, nëse do fillonte lufta, ju do shkonit të luftoni dhe ishin jo. Po mirë pra po, në ato momente nuk është se i pyet njëri, a ke dëshirë të vish të luftosh ti biri i bukur apo e kemi qef të rrish të lysh thonë të më Ma nishu. imagjinon se do niste lufta vërtet të tajmë princesha. Nëse do niste lufta e vërtet, do dilim ne Blerta. Shote Do Galica. dilim ne. Do dilim ne. E sa vdes një skena ashtu të kemi një. Mua kur më merrni peng do thoja si më zgjodhi mua nga gjithë këto femra. Është e çuditshme. Edhe ato do më lëshonin dhe ai do thonte, po si ta ma shpjegosh si nga gjithë këto goca që ka Shqipëria zgjodhi ti mua. zgjodhe mua. Gjesi do të shkonte shumë për shembull të ishte në frontin e parë. Pa, I would love Imagjinoje me that. titis jashtë, pak jashtë të gjitha. E po Me mbyll i veshur lufta. ushtarake, Me i me i veshur veshur ushtarake. Shumë e bukur. Edhe me dy, bravo, me inglin e nxirr pak në fashë me ato syt edhe. Ua, sa Do të hota moshti? ishte. Do të Kam moshti? një problem, kam një problem. Ajo shef, nuk tjetë ajo e para. Se do jenë ushtarë, do jenë nuk ardhë këtej, more ju, hajdemi, afroni, se po vjen stuhi nga ana këtej, po ersojt qili. A mund Do vësh vjen ja thoj, o zonj, se qeke, po na moj zonj. A Dhe mund dalun, po si më zgjodhet mua me këtu.
A mund të vendosësh lente nëse je ndonjëherë në frontin e parë të luftës? Dhe bëj për të Dhe mirë. Blerta. Për të mirën e kombit. Blerta dhe thot, ore kam një pyetje, ë? Se me që jemi të gjithë, jo. Me që jemi gjithë të nxehtë tani, ë? Si mendoni ju për shembull? Do kemi një divan që shfaqet me si Ora, a mund të më jepni një argument se pse po na pushtoni, pse po na Ju pëlqen sulmoni? nafta jo? Ju pëlqen veti jo? Edhe është njëra anë këtej, njëra anë këtë, është Blerta në mes. Ma shpjegoni pak. Jo për të bërë avokatin e djallit. Po lufta dhe mund funksionoj, ë? Si Ore, jo për të bërë avokatin e djallit, po mirë do ishte ta pushonim të luftë. Unë do kaloja Gjesin pastaj urdhë. kalojmë gjithë Tani dhe thonë, bëm. e zoti general u mendoj që një shpinë astir, një shpinë astir, di të kishte ne. Aty ju unë pastaj vërtet qëndron. Unë e di ku funksionon me Gjesin, po dhe të gjithë e dim. Nuk ka për ta gjetë mashkullin Ka dem. mbuluar. Lëre të jetoj të Nuk ka mashkull dem për mua. Ka. Ka vetëm mashkull të demtuar. Të demtuar. Por unë tani kam zgjedhur për ju fotot A më kemi të më? bukura, e kemi të fundit. Janë foto më të bukura të meshkujve vërdall. Po ke hapa E OnlyFans, do gjejmë- i ke paguajt. Do gjejmë çfarë sekreti mund të kenë këta meshkuj. Mashkulli i parë është ky. Më i bukur i vërdall, tha. Të sekreti mund të ketë ky mashkull. Ky duket sikur të është ai filmi horror Smile që është fillon si çuni i mirë dhe avash bërçum. Edhe transformohet dhe vret njerëz. Unë mendoj që Në këtë rast traston. Trahton? Jo, nuk Jo, trahton me ky, zemër, jo, me ky këtë trahton, trahtoj jo. ky, me Unë mendoj që shpirt. ky, kur ikën e dashura nga shtëpia, vendos në Diners edhe bën twerk. Ë? Es fet beli hoka kola, dhe tu në barkun kështu. Dhe mendoni që e bën kështu edhe Unë mendoj që ky qan në dush për ishin akoma me këngët e Genës. E ja në prerë moj të marr. Dhe të ta heqa të mërzi. Ti shkove për një tjetër. Ky me shumë mundësi kur të fton në date për herë të parë, të thot, nuk të thot hajde pim një gotë verë, po thotë do dalim për çaj. Ky është ai Salepit, atëherë te ai episod. Bravo, Megli. Ky dyti periudhë do i pëlqej, besoj. O Gjesi, çka ke këta fajzotin? Ka marrë për çdo kategori njerëz më të bukurit. Ky te cili kategori hyn? Dhe kush jeni? Shumë mirë. I zgjuar dhe merr shumë lek, punon IT. I zgjuar punon shumë lek, merr shumë lek? Ka adiksion nga porno. Po, patjetër, bravo. Pa. Është vërtet. Unë do thoja që sekreti i këtij Ky është i është virgjër. Fal. Ky është i virgjër. Është i virgjë që ka adiksion nga porno. Okej. Unë do thoya që nëse ky ka një të dashur, sekreti i tij është që syzet ja zgjidh akoma mami. Ky jeton akoma me mamin. Dhe shef porno. Ky jeton. Se po me mami. Okej, Megli. Shumë eksplicite. Baba, më i Gjesi, ky duket sikur mban erë, më i zemër. Që këtu vjen era. Ky mban era alkool dhe duhan me të dredhur. Edhe era Ua, qep. po. Edhe ato erën e qepës djersës, që Se ti ka- pasi se ka djersë gur- dentur. Ti Se nga ajo Spotify, gurizi, kërkojmë se ka djersë gjithmonë. ato cigaret me dredhme, se kanë emrin Nuk e di se gurizi. kanë emrin. Ndoshta nuk na lejo. Gurizi. Është një lloj cigaresh me dredhme Jo, që jo, kanë emrin. ky është absolutisht Ka një dhëm të verdh ose disa. Me shkurt se gishtin fare- e vogël e ka të gjatë dhe kru veshin dhe Ky është unë sekreti. pastaj fut dhe Ky është ngroj. sekreti. O, baba, Megli. O, Megli! Ky është sekreti. Kam dhe këtë. Ky Ase është këtu duke. s'kemi llafe besoj. Ja, ky është hajt më. Ky është Hajt. ai që ka parku shpar jashtë? Po. Po. Sa po e shpejt ishte pa. Jo, po shiko, ky ka Shumë probleme ka ka. shumë probleme me vërtet, se ky duket mundohet ta fshehi me atë kostumin që ka veshur, por në fakt ky ka shumë probleme. Pse është Ky është i mirë? demtuar, është Ky është i demtuar fiks. Ky duket Është i mirë. Ky duket Është i si një mirë. Po kush mashkull. mund të jetë sekreti i këtij? Nuk dua ta di. S'dua ta di. Imagjino që Nuk ky ka tjetë rëndësi kush është sekreti i këtij, tashmë është i yni. Çfarë sekreti ka ai kanë ta edhe ata. pranojmë. Është Gjesi, tyre. Gjesi definitely has a type. Absolutisht ka një tip Gjesi dhe nuk thoni i që ikën nga s'faj. tipi. Thonë që s'shkoj Shika. po deshet. Tipi Thoni që Gjesi është i s'fajnë. gjatë, e ka kokën çik kështu si cilindër. Është brunë, është pa parë. prerje. Kthe pa nga ana tjetër. Si perfekt. Për këtë vetëri perfekte. O, Megli. Kjo është shumë budallaqe për zotin. Nuk e di si vin këto që i vin. Ua, po s'm tha mua që i ke pas flokët shumë shpar. Si lule, pra ka- Blerta tha, i ke ato patur. flokët janë lule. Dhe
Mendoj që ky ishte një episod pak E për të hodhe balancuar. mashkullin tënd drejt meje, kujdes. Mund ta ngrej. I can fix him. I'm a fixer. Ky është fiksi ato momentet, si ato asket që bën Megli te Instagrami që çfarë po pret Blerta tani duke pritur kështu që këto të mbarojnë si qeshëri kot. Dhe Blerta të mbyllë emisionin. Jemi profesionale. Oh, zoti Do mat. mbyllim. Ky episod ishte një karamele për të sheshuar gjakrat e nxehura që kanë patur shqiptarët me ne të treja këto. Me meshkujt. Me meshkujt, po. Meshkujt. Ju meshkujt, një sekondë, se kemi diçka për meshkujt, Blerta. Kemi për meshkujt. Kishim një episod të tërë për meshkujt. Për meshkujt kemi që nëse në një mashkull ngret dorën mbi ju, E kishim serioze. do të ta keni mbrapsh. E para, ose një Tu parë. hombre te pega. Dai në golpe tu tambien. Nëse keni nuk mbrapsh. mundesh me dorë, merr tiganin ose një armë tjetër që ke afër aty dhe gjuj mund të çash këtë kokës. Për të shakas. Ky është një program që ne të treja kemi zgjedhur dhe ju na keni zgjedhur që shpesh herë të jemi zëri juaj dhe i shumë gocave që na ndjekin. Për problematika dhe çështje që ndonjëherë nuk është të duken shumë serioze dhe ndoshta nuk janë, sepse ne të treja zgjedhim t'i trajtojmë ashtu siç duhet për ca goca të reja me shumë humor, por nisur dhe nga rasti i fundit i asaj vajzës së ndier tashmë që 25 vjeç dhe vrau veten nga dhuna e ish bashkëshortit të saj. Unë personalisht do doja t'ju thoja pa i dhënë shumë lule që flisni dhe mos u ndjeni kurrë sikur askush nuk ju dëgjon. Flisni me familjarët dhe ne na keni këtu. Yes. Do donim shumë që zëri, ne të treja të ishim zëri i shumë gocave, nga 30.000 të ishim zëri i 60.000 gocave. 100.000 gocave. 100.000 gocave dhe kur gocave. mos u ndjeni të padëgjuara, flisni Nuk me jeni dikë. vetëm. Nuk jeni vetëm. Ju duam shumë. Edhe nëse ndjeni dhe me thënë, gjithmonë mund të keni ka dhe, unë e di që ka edhe linja që mund të kërkosh ndihmë, po edhe një mik ose një familjar që ta shprehni që ndjeni keq të ngarkuar ose qoftë dhe jo vetëm për një mashkull, po edhe në të tërësi, nuk ja vlen asgjë më shumë se sa ti vet. Dhe çdo gjë ka një zgjidhje, çdo gjë bëhet më mirë. Siç kur kemi qenë të vogla që mendonim që kjo gjë më e keqe që na ka ndodhur na herë, tani as nuk e mbaj mend se çfarë ka qenë. Ajo Po, gjëja vërtet. që donim të iknim nga shtëpia edhe të ndronim shkollën. Kështu që gjithmonë bëhet më mirë, thjesht duajeni veten, respektojeni dhe mos leni askënd që t'ju uli poshtë apo t'ju heqë buzëqeshjen apo çdo gjë në jetën tuaj. Ju duam shumë. Shpresojmë që ne t'jemi bërë shoqja e re e dikujt, një vajzë të re sot. Ju duam shumë. Mos Shihemi në harroni episodin e ta radhës. dhoni follow tek pa manual by Andale dhe na dëgjoni në Spotify. Ore në Spotify, shpejt ore, se Spotify. dëgjojmë në Spotify. Me këto zhurma të çuditshme që bëjmë ne ndonjëherë. Natën e mirë dhe mirë pafshi. Natën, ju duam. Andale.